Kroqera luksoze Hamburg mbërriti mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit, ndërsa në bord ka 270 pasagjerë nga vende të ndryshme të Evropës, si Franca, Belgjika, Gjermania e të tjerë. Kjo është kroqera e parë për këtë vit që prek portin më të madh në vend, duke hapur zyrtarisht sezonin e kroqerave në qytetin mrekullitar. We just came from Piraeus. Kemi ardhur nga Pireu dhe në bord kemi pasagjerë nga Gjermania, Franca dhe nga vende të tjera. Ndaluam më parë në Sarandë dhe Vlorë dhe më pas do të udhëtojmë drejt Malit të Zi, në portin e Kotorit. Fatmirësisht koha është shumë e mirë dhe pasagjerët janë mjaft të kënaqur. Ata e pëlqejnë udhëtimin në portet e Mesdheut. Ndalesa e fundit do të jetë Venecia. Ky sezon i ri i kroqerave do të sjellë në Durrës 3 linja të reja të anijeve luksoze turistike, që përfshin për herë të parë në itinerarin e tyre portin më të madh në vend. Këtë vit pritet që nga prilli dhe deri në tetor, në Durrës të ankorohen rreth 20 kroqera turistike. E reja këtij sezoni turistik është sepse janë shtuar disa linja të reja, do të thënë 3 linja të reja kroqerës, siç është Oceania dhe dy të tjera, të cilat kanë zgjedhur Durrësin si portin kryesor të Shqipërisë për të vizituar. Kroqera Hamburg kanë qenë edhe më përpara në portin e Durrësit. Kjo është e disa të herë që viziton. Kësaj radhe këta të vizitojnë të treja portet të Shqipërisë, pra Sarandë, Vlorë dhe Durrës. Përgjatë vitit 2024 në kalatat portuale u ankoruan 19 kroqera dhe veliera me përmasa të ndryshme, ndërsa janë dhe 424 jate me turistë nga më shumë se 40 vende të botës që kanë mbërritur në qytetin mrekullitar.